Ja na tregot të reja të fundit, si ndodhi vdekja e fëmijës 4 vjeçar në Pozharan? Përshëndetje Gonxha, përshëndetje për gjithë shikuesit e Klan Kosova. Dje ka ndodhur një aksident tragjik ku djali i Axhës ka goditur me vetur një fëmijë 3 vjeçar dhe i njëjti si pasojë është dërguar pa shenjatje në qendrën e mjekësisë familjare. Dyshohet se gjithë ngjarja ka ndodhur kur fëmia ka hyrë nën veturën e tashmë personit i cili e ka shkaktuar aksidentin, pra siç e përmenda që është djali i Axhës. Sipas raportimeve dhe sipas deklarimeve të familjes, dyshohet se fëmia është goditur në anën e majtë të veturës, pra rrjedhimisht e gjithë vetura ka kaluar mbi trupin e fëmijës dhe kështu ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Ndërkohë policia ka ndaluar tashmë djaloshin 21 vjeçar, inicialet GPV nga fshati Dardani e komunës së Ferizajt në ndalim policor, ndërkohë do të vazhdojnë procedurat hetimore dhe më tutje për të kuptuar se me çfarë do të lidhë procesi ligjor. Ndërsa familja sigurisht këtë lajm e ka pranuar me shumë shqetësim dhe një rast shumë i ndjeshëm, pra edhe për të raportuar. Gonxha, keni pyetje? Jo, Shiresa, as kemi pyetje të tjera. Ngushëllime më të sinqerta i shprehim nga studio e emisionit Mëngjesit familjes së vajzës 4 vjeçare. Faleminderit.